prej momenteve më të bukura që ka xheneti është kur banorët e xhenetit do të jenë fut në xhenet. E do të jenë bërë gjitha s'ka më hyrje të reja, pastrimet edhe ato të funit fare që lahen, edhe ato që do të vinë si thëngjill nga xhehenemi e do të lahen në lumin e jetës e pastaj do të kthehen në jetë, edhe ata që janë me fytyra të shëmtuta, me fytyra të bukura që lahen e pastrohen, mbaron gjithçka dhe hyjnë gjithë në xhenet, i lën Allahu xhelle xhelaluhu një kohë që ta shijojnë xhenetin. Pastaj i kërkon Allahu në takim. E kur i kërkon Allahu në takim, ju thot, keni ndonjë dëshirë? Thon, s'kemi. Merr me ky njeriu sot thot, s'kam dëshira më. A ju kanë plotësuar gjithçka? Thot gjithçka. A ju mungon diçka? Asnjë. Po doni thoni diçka? Asnjë. S'ka nuk. Atëherë Allahu xhelle xhelaluhu ju thot, e bon do t'ju jap diçka tjetër. Uhillu alejkum ridwani fala agdabu alejkum abada. Nga sot deri në përjetësi do të derdh mbi ju kënaqësinë time dhe kur nuk do të keni më mundësi të shijoni hidhrimin tim. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk u është dhënë banorëve të xhenetit kënaqësi dhe mirësi më e madhe sa kjo. Po nuk mbaron me kaq. I lën Zoti për një kohë prap. Dhe i fton në një takim tjetër. Dhe i pyet prap. Thonë, o Zot, po edhe kënaqësinë tënde e derdhën mbi ne, nuk ka ngel më asgjë. Thot Zoti, kërkoni diçka. E gjithë vinë në një mendje. Gjithë. Në atë moment me inspirim nga Allahu, vinë me një mendje. O Zot, na e mund sot shohim. Dhe ky është ai momenti që Zoti madh heq perden e dritës që është mes tij dhe krijesave dhe banorët e xhenetit do të kenë mundësi ta shohin Allahun xhel xhelalu. Allahu na bëf për këtyre njerëzve. Dhe nuk do të ketë për banorët e xhenetit mirësi, bekim më të madh se sa momenti që do të shohin Allahun xhel xhelalu. Allahu na bëf për këtyre njerëzve. Dhalika liman khashiya rabbe. Këtë Zoti ka përgatit për çdo kënd që ruhet, që vetë përmbahet, për çdo kënd që i friksohet, për çdo kënd që është i devotshëm. Sepse edhe shikimi i Zotit në xhenet është si mas shkallës që ka njeriu në xhenet. Ka njerëz që e shohin 2 herë në ditë, ka njerëz që e shohin 1 herë në ditë, ka njerëz që e shohin 1 herë në javë. Varet si mas pozicionit o vëllezër. Çdo shije e xhenetit përballë shikimit Allahut është asgjë. Çdo që kemi ngjuar ne për xhenetin, çdo që kemi ngjuar ne për xhenetin, shikimi i fytyrës Allahut është gjë tjetër komplet. Allahu na mundsoft ta shohim Zotin ton çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje. Amin.